Shpallën fajtor 4 të pandehur për dosjen 5D, por asnjë prej tyre nuk do ta vuajë dënimin në qeli. Drejtoresha e klubit Shumë Sportësh Debora Keçi, në bashkëpunim me 3 anëtar të vlerësimit të ofertave, Teuta Guri, Jetjon Mera dhe Renaldo Gjerazi, u dënuan me shërbim prove për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Të parës, Debora Keçit, gjykata speciale i pezulloi dënimin me 1 vit burg, që i ulej në 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe përfundimisht e vendosi në provë për 16 muaj, ndërsa i ndalon ushtrimin e funksioneve publike për 5 vjet. Ndërsa të 3 anëtarët e tjerë u dënuan secili me nga 9 muaj burg, që me 1/3 u shkoi në 6 muaj. Përfundimisht ata do të kryen 60 orë punë në interes publik. Sipas prokurorisë së posaçme, ata krijuan kushte dhe privilegjuan kompaninë 5D në mënyrë që të shpallej fituese në një procedurë prokurimi publik. Kjo nënkupton që tenderi i rikonstruksionit të një palestre në 2020 ishte caktuar përpara se të nënshtrohej garës, ndaj sot të 4 të pandehurit u dënuan pikërisht për shkeljen e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Mirëpo, ky vendim i përket njërit nga fraksionet e dosjes 5D. Për po të njëjtën çështje, kanë përfunduar në qeli ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës, Mariglen Qato, Redimolla e Taulan Tusha. Për ta, dosja po gjykohet veçmas. Kjo edhe për shkak të akuzave të ndryshme që rëndojnë mbi ta. Aktualisht, për ish drejtorët ka nisur gjykimi, ndërsa pak ditë më parë, gjykata e posaçme urrëzoi kërkesat për gjykim të shkurtuar. Vepra penale për të cilën ata po gjykohen është shpërdorimi i detyrës në bashkëpunim, pasi sipas SPAK, ata përdorën postin që fituese të dilte kompania 5D në 13 tendera të ndryshëm, për të cilën prokuroria e posaçme thotë se pronar faktik kishte vetë ata.